Ty mizi që ngrihet her pas here në breg të lumit mat pranë urës së Milotit në Kurbin është vetëm një pjesë e dukshme e një problemi më të gjerë që lidhet me ndotjen e mjedisit në këtë zonë. Situata në terren mbetet shqetësuese, ndërsa rreziku për përsëritje këtyre rasteve është i vazhdueshëm. Prej një kohe të gjatë në hapësirat poshtë urës dhe përreth saj hidhen në mënyrë të pakontrolluar goma të përdorura dhe mbetje plastike, kryesisht nga aktivitete servisesh dhe komisarish. Në shumë raste këto mbetje përfundojnë duke u djegur, duke shkaktuar ndotje të ajrit dhe rrezik për mjedisin dhe shëndetin e banorëve. Kjo praktikë lidhet shpesh me persona që merren mbledhjen e materialeve për skrap. Banorët e zonës shprehin se kjo situatë është bërë e zakonshme dhe se ndërhyrjet kanë munguar ndër vite. Sipas tyre, një zgjidhje afatgjatë do të ishte ngritja një pike të autorizuar për grumbullimin dhe përpunimin e këtyre mbetjeve për të shmangur hedhjen dhe djegjen e tyre në natyrë. Goma ka tani gjithmonë, ka 30 vjet që ty i kanë hedhur. Pa e kush? I gjesin, e një marrin nga belt, marrin tjeli, shkën e shesin ke hegri, me 150 kilën. Sa që s'kan lëvërdia s'me bëja me 150 lek, e raft lasa, po unë njëllë pa thot me bukët që du ka tjeli. A i djekun digje gjithmonë këtu? I gjesin notën se për me të pa ditën mësosin Itali. A bo ligjin e këtu në këta dalë. Po i djekun vazhdimisht, e? Që dhe i gjesin gjithore. A problem për ju që jetoni këte për shërtynit? Më brek zallit, sa ne gjanë, e problem, sa ne gjanë, ja po. Po ty mi e këta, po? S'ka se s'vjesë, s'ka shpaja këtu. S'ka shpaja, hiq ka qënë frutikulturë, bashin, në mkote në verit. S'ka pas shpaja, s'në mkote në verit, ja. A di ishte mirë me mërë me hekta goma që mos digjen ma mos të rrimë? Po dhe gjojnë shteti vend se ku mi qu. Dhe gjojnë shteti, mi fjallë që kur mërë metorinat, makina metorin vetë mbjes, dhe gjojnë shteti venin për gomat. Këto mi vend kanë për t'i helë. Se gomat a në rënët i makinës tonë, ka shko gomisti, ka gjallon të vjetrat atë. Ku ka për t'i shuaj, s'ka për t'i futu më këso, se banë me miliona gomash atë. Atëherë ju dhe t'i gjeni vetë, si shtet, dhe t'gjeni veni se ku gromlohen gomat. Shkon faj popli, gjenja veni se ku mi caktu, po këto shqitua kanë pa të arsish, me shpaja s'ka mu damtu, brek zalli ashtë, e një gjesim kur gjanë. Agjencia Renale e Mjedisit në Lezhë ka kërkuar ndërhyrje nga Bashkia Kurbin përmes të komunikimit zyrtar, por deri tani nuk ka sinjale për masë konkrete në terren. Edhe pse raste të tilla janë shoqëruar me procedime penale ndaj autorëve, kjo nuk ka mjaftuar për ndalur fenomenin.